Disa prej aftësive që i prezentuan shpesh në ushtrime fushore në Kosovë, ushtarakët e FSK-s do t'i zbatojnë në realitet krejt diku tjetër. Aftësitë e tyre ushtarake do t'i bashkërëndojnë me ushtritë e Shqipërisë, Indonezisë, Marokut e Kazakistanit. Për mision të gjithë kanë rripin e Gazës. E ky angazhim ushtarak atje vlerësohet me dobi për shtetin. Kjo qasje e Republikës Kosovës me ofrimin e forcave të veta në rujtjen e paqes në Gaza është një hap i rëndësishëm edhe në kuptimin politik, por edhe në kuptimin e mbrojtjes dhe sigurisë. Megjithse misioni është stabilizuese e paqëruajtës, sipas ushtarakëve, vendosja atje nuk është pa rrezik. Kisha bën një rekomandim të institucionet të Kosovës që bashkë me trupat forcës së sigurisë, pra me forcat ushtarake të Kosovës, të bashkangjitet edhe një ekip të vogël edhe i policisë së Kosovës, duke pasur parasysh se misioni atje përpos që është mision stabilizues paqërues, është edhe mision i ndërtimit të forcave, pra të trajnimit të forcave policore në Gazë. Nga Ministria e Mbrojtjes së Kosovës i thanë televizionit se tashmë janë duke u ndjekur hapat procedural që përcaktohen sipas ligjit për zbarkimin e FSK-s jashtë vendit. E kjo përfshin edhe çështjen e kostos financiare në përputhje me numrin e trupave. Kosova do ofroj gatishmërinë për të kontribuar në këtë forcë me një kombinim kapacitetesh, pra jo vetëm kapacitete tipike ushtarake, apo vetëm kapacitetet që kanë të bëjnë me deminim dhe kërkim shpëtim, por edhe kapacitete relevante të forcës së sigurisë së Kosovës. Sipas hartës së publikuar pas takimit atje, FSK-ja do të përqendrohet në veri të rripit të Gazës.